Prokuroria e Sarandës ka përfunduar hetimin dhe ka dërguar në gjyq 3 persona të dyshuar për përfshirje në rrëmbim dhe zhdukjen e Leonard Theodorit dhe Fatmir Sulovarit, një ngjarje e rëndë ndodhur në prill të vitit 2023. Të pandehurit Albi Mecini, Sebastian Lataj dhe Sofokli Baxher akuzohen për rrëmbimin dhe mbajtjen peng të personit, dhënie deklarata shtreme përpara oficerëve të policisë gjyqësore si dhe trafikim të mjeteve motorike. Sipas prokurorisë, çështja që është dërguar në gjyq është ndarë nga hetimi për zbardhjen e plotë të fatit të 2 personave të zhdukur. Organi akuzës sqaron se hetimet vijojnë ende për gjetjen e trupave të Leonard Theodorit dhe Fatmir Sulovarit, si dhe për identifikimin e personave të tjerë që dyshohet se mund të jenë të përfshirë në këtë ngjarje. 2 shtetasit u pan për herë të fundit në 6 prill 2023 në një lokal në fshatin Çuk të Sarandës, që për asaj dite nuk kanë pasur më asnjë kontakt me të, ndërsa familjarët kanë ngritur dyshime se ata mund të jenë të ekzekutuar të groposur në zonën e Konispolit, ndoshta si pasojë e përplasjeve mes grupeve rivale kriminale. Hetimet morën kthesë të rëndësishme në shtator të vitit 2023, kur policia arrestoi në Fier 29-vjeçarin Albi Mecini. Gjatë një operacioni policor, ati u gjetën dhe sekuestruan 2 pako me rreth 21.3 kg lëndë plase artizanale të pajisura me celular për zbërthim në distancë. Arrestimi i Mecinit çoi edhe më pas në zbardhjen e elementeve kyç lidhur me zhdukjen e Theodorit dhe Sulovarit. Sipas vendimeve të policisë së Sarandës së Vlorës, Albi Mecini dyshohet si autori i rrëmbimit, vrasjes dhe groposjes së 2 shokëve të tij, ndërsa 2 personat e tjerë dyshohet se kanë pasur rol ndihmës në këtë ngjarje. Të zhdukurit rezultojnë persona të njohur për organin ligjzbatues. Leonard Theodori ka qenë i dënuar disa herë për vepra penale si moskallëzim krimi, vjedhje dhe mashtrim. Në vitin 1997 ai ka qenë gjithashtu i dyshuar për përfshirje në masakrën e Qafgjashtës, ku u vra dhe më pas u dogj oficeri i policisë Gjergj Mehmeti. Ndërkohë Fatmir Sulovari, i njohur edhe me emrin Fatmir Krasniqi, ka pasur precedent penal për mbajtje pa leje dhe plagosje, ndërsa në vitin 2022 ishte arrestuar pasi u kap me doza kanabisin në automjet. Procesi gjyqësor pritet të hellë dritë mbi rolin e secilit prej pandehurve, ndërsa familjet e 2 të zhdukurve vijojnë të presin zbardhjen e plotë të fatit të afërmve të tyre.